Mirdita, mirë se erdhët. Si që shikoni edhe nga titulli i live-it të sotëm, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, shumë aktuale dhe sidomos një nga informacionet më të rëndësishme kur bëhet fjalë për ushqimin e fëmijëve, por edhe tek nënat shtatzan, tek të rriturit, pra në çfarëdo lloj momenti të jetës tonë, që është e lidhur gjithmonë me ushqimin. Do të flasim për rëndësinë e kombinimit të ushqimeve dhe të ftuar do të kem kolegen time, nutricioniste, Ardiana, dhe me kënaqësi ftoj Ardianën që të hyjë me mua në live. Ju mund të bëni pyetjet tuaja për çfarëdo lloj pyetje lidhur me ushqimin, me nutricionizmin, me gjatë gjithëdhënies, ja ku jemi. Ardiana, mirë se erdhe. Mirë, faleminderit, më dëgjoni. Po, unë të dëgjoj, uroj që edhe nëna të dëgjojnë. Marrim feedback. Po shpjegoja nënave që se do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe shumë interesante. Është ajo e kombinimit dhe rëndësia e tij në ushqime, jo vetëm tek fëmijët, por të rriturit e nëna shtatzan. Çfarëdo lloj për momentit të jetës ne jemi të lidhur me ushqimin dhe sa e rëndësishme është që ne të dimë dhe të kemi informacionet e duhura. Na konfirmojnë që dëgjohemi, jam e lumtur për këtë. Dhe sapo u thash nëve që nëse dëshirojnë mund të bëjnë pyetje dhe mund të pyesin çfarëdo lloj gjë. Ka edhe një kuti e vogël këtu poshtë, nëse nuk duan që pyetjet të duket se nga cili person është bërë. Mund të shkruani këtu poshtë ku është një pyetje. Po ndëgjohemi, nuk e di, dikush tha që nuk po ndëgjohemi. Ndoshta është interneti. Po, dëgjojnë po. Atëherë, Ardiana, ne si pjesë e nutricionizmit i kemi informacionet e pafund dhe tema është shumë e gjerë për të folur, por ajo çka unë doja sot që sjellja tek nënat është përse ne duhet të kemi një informacion të duhur kur i ofrojmë ushqimet e para, por edhe kur ofrojmë ushqimet përpos nisës së ushqimit. Pra jemi në një moshë më të madhe se 1 vjeç e tutje, pra gjatë gjithë harkut kohor të jetës, rëndësia që kemi nga kombinimet e tyre. Dëshiron të japim një informacion nënave lidhur me rëndësinë e tij. Gjithsesi, faleminderit shumë për ftesën, Jona. Sot para se të më hyj live, nisa dhe pak bëna disa recherche me po mos diç po ndryshon diçka. Dhe në momentet që nisi gjithmonë të ulëmtoj për ushqim të fëmijëve, ose sidomos shtatzanave dhe gjithëdhënieve, më kthen atë moshën, atë kohën kur unë isha si bora për herë të parë nanë dhe desha ta nis këtë me këtë mesazh sepse është me të vërtet shumë e rëndësishme dhe pse isha e fushës edhe kam menduar që shumë jam e përgatitur, dhe në fakt s'kam lënë libër pa lexu, s'kam lënë informacion pa lexu, por nga momenti kur je si nën dhe vjen atë kohë ti si mu duk se mu hum këtë ato informacione mbeta. Shumë vërtet. Sepse aty fillojnë natyrisht edhe emocionet, ndjenjat e të qenurit nën e tjera dhe dal nga dal tani natyrisht u kthjellova dhe e futa në funksion atë ekspertizën time, por gjithsesi gjërat që ti i përjeton, i përvon, dhe me këtë ndoshta dua të jap edhe mesazhin nënave që së pari është një privilegj i madh të qenurit nën dhe lëvdojeni veten, mbureni, ndihuni mirë që e keni një bebë, një foshnjë në dorë dhe me të tani duke u nisur nga kjo, pastaj me shikua edhe mirë çfarë po i ofroj atij fëmijës. Por nuk është e lehtë, por kalon. Tani vajzat e mia janë rritë, me këtë dua ta bëj kaq shkurt sepse janë rritë dhe është fazë kaluese. Jo që madje galet nuk kanë me tu, nuk është se s'kemi pas kujdes, por nuk është ajo fillimi i fëmijëve ose asaj moshës ku është shumë delikate. Dhe me këtë them
durim shumë nëna se kalon edhe ajo kujdes në ushqim, por durim mbi të gjitha, sepse nuk është e lehtë. Dhe më shpon njerë një pyetje në live, është shumë justifikim ku thënë nëna s'kemi kohë me gatu. Edhe ndoshta në atë moment e kam thonë po, të gjithë nënat justifikohen, mirë po në fakt është tash vajzën e vogël e kam pak pa qef, është e sëmur, edhe mi kthen të gjitha planet, rutinën e ditës mi kthen. Do thotë nuk është që me të vërtet justifikim ku thosh nuk kam kohë, por gjithsesi fokusit të ushqemi shëndetshëm ose të ofrojmë pjatën e shëndetshme me fëmijët, duhet të jetë prioritar dhe të tjera të mbesin anash të gjithë. Me këto po ju them që jeni shumë të mira, jeni shumë të zoja, dhe bëni shumë punë të mbar. Para se të dalë më vonë, unë do thoya do t'ja nisa se më mirë edhe që këtoj më shumë jetë ti eksperte në këtë fushë, derisa merresh me ushqimin e bebave dhe vetë ofron dieta të personalizuara për fëmijë, ndërsa gama ime e pacientëve, klientëve është pak më e gjerë, jam për shtatzon gjithënie tani edhe dieta të personalizuara të gjithë atyre që kanë mbi peshë apo nën peshë e tjera. Gjithsesi do ta sek janë 1000 ditët janë shumë thelbësore të asaj nisjes. Çfarë predispozita do të ketë më vonë ai fëmiu, ai individi, ai rrituri, ai pasardhësi jo. Dhe kur them pasardhësi, them se jo pasi të lind ai beba, por nga momenti kur të niset. Pra, mos e harroni këto 1000 ditë janë shumë thelbësore për ta menaxhu, për ta paka shumë për ta pas, kjo është si mund të duket jeta e të riut, e bebës, e të riut, e të ardhmes fëmijës time, të tjera. Pra nga nisja deri në fund të vitit të dytë, duhet të kenë shumë kujdes çfarë i ofrojmë fëmijës dhe çfarë të mira mund të bëjmë. Është një proces shumë i rëndësishëm, edhe është shumë e vërtetë, të njëjtën ndjesi kam patur edhe unë kur bëra mami. Është ndryshe ti jesh profesionist dhe jep këshillën, por kur flitet pastaj për fëmijën tënd i harron të gjitha dhe e fundit vetëm në dyshime, edhe thua po prit se atëherë unë kam kuptuar kur unë kam futur veten time në dyshime, atëherë duhet isha e para që informacionin që jap ta jap ashtu siç është, pra të drejtë, sepse është një mami pas asaj pyetje ti mesazhi që më pret me ankth se çfarë duhet bëj për fëmijën e vet. Dhe në të njëjtën situatë jam gjetur edhe unë, kur djali im ishte 5 muajsh, një pediatër më thoshte nisi, një pediatër thoshte mos e nis. Komplet ajo që unë kisha studiuar dhe çdo gjë që kisha parë dhe tek fëmijët e tjerë, një fëmijë me një tjetër nuk ngjason absolutisht, as dy binjak bashkë nuk ngjasojnë. Pra është një proces shumë vetjak dhe shumë personal, që nga fëmia dhe deri tek i rrituri, siç edhe ti Erdiana, që persona që me ti merresh dhe ti okupohesh tani për këtë moment, janë target grupit dhe target e moshave më të mëdha, por edukimi nis në ato 1000 ditët e para të paktën deri në 2 vjeçarin e parë të fëmijës. Dhe mendoj se aty është edhe zbulimi i nënës, që në muajin e 6 kur nëna nuk ka kohë dhe nuk di se çfarë të gatuaj, aty ndoshta ka ardhur momenti që edhe për atë edukatën e vet të ngrënies të ndryshoj disa rregulla dhe të ndryshoj edhe familja disa rregulla. Sepse jo më kot janë bërë edhe studimet që vërtetojnë nëse fëmia ushqen merr të njëjtat ushqime si familja, mjafton që nëna të gatuaj vetëm një herë. Dhe gjithë familja është e lumtur dhe merr të gjitha vlerat ushqimore të një pjate. Prandaj kjo ka rëndësi sepse unë mendoj që ne duhet jemi model fëmijëve dhe këtë mundohem që edhe në Instagramin tim, po edhe të gjithë klientëve të ju them bëje ti, në qoftë se një nën shpesh më vijnë pyetjet fëmiu im 1 vjeçar, 1 vjet e gjys, 2 vjet nuk e han kët ose kët. Them okay, po në qoftë se ti jo nuk i ha kërpurvat unë, po e di që janë të shëndetshme dhe duhet me ia dhënë fëmijën. Okej, atëherë të paktën provoje ti ta konsumosh ato, pavarësisht se ne do të dalim ndoshta edhe te kjo refuzimi i ushqimeve që bëjnë fëmijën, që është me të vërtet shumë shqetësuese kjo. Në shumë shqetësuese sepse konsumohet shumë pak llojshmëri të ushqimeve. Dhe kjo afat do ofrohet
njëjta recetë pothuajse çdo ditë ose Absolut. çdo dy Dhe ditë. këtë ta them drejtën e shoh edhe te klientët më vonë që kur mi vin protokollet e ushqimit, janë të njëjtat ushqime dhe në qoftë se them okay, ti e ke në vikend, ti e ke gjatë javës dhe arsyeja e parë është nuk kam kohë. Tani ato janë dytësore, të them në rregull, ke kohë ta bësh diçka tjetër, nuk ke kohë të gatuar shëndetshëm, por gjithsesi nuk merret parasysh to që unë njëjtin ushqim e jap çdo ditë fëmijët dhe aty mungon. Kërdo kur do të ketë një deficit të lartë të lëndëve ushqyese. Pra kemi me të vërtet një kuzhinë shumë të mangat. Dhe këto duhet ne tani nuk i fajsojnë ndoshta të prindrit tanë, them nëna ime, gjyshja ime çapo di, atë nuk kanë pasën edhe shumë lloj mundësi s'kan pas. Ndoshta s'kan ditë, nuk them që s'kan pas, por s'kan ditë. Edhe kjo lloj gjëje, sepse edhe sot un kam folur për një perim që ishte karçofi thuhet në italisht, që ose angjinare në shqip, edhe shumica nuk e njihnin edhe kur kam pyetur gjyshët e mi, edhe më kanë thënë që po, sepse e njihnin si një bim që rritej në fusha, në zonën e Myzeqes, por nuk e kishen konsumuar dhe duke mos ditur, duke mos patur një informacion që t'i shfrytëzonin të gjitha mundësitë e këtij ushqimi kaq me vlera të larta, nuk kanë ditur as që ta bënin. Por ka qenë dhe pamundësia. Unë kam folur dhe do flas edhe në faqe për lëngun e kockave një ditë, e kam programuar shumë shpejt do dali, sepse kam marrë re që shumë gatime futet lëngu kockave dhe pa ditur, pa dashur, jam shumë dakord ka vlera ushqimore, por pa dashur jemi duke rritur ato proteinat aq të larta sa mund shkaktojnë probleme të veshkave, të mëlçisë. Pra çdo gjë që është e lidhur me proteinat shtazore të rritura. Da jo gjithmonë ato receta që janë të njëjta tu jepet, ti fusin pak lëng mishi se bën mirë. Dikur e merrnin me racion me tollona sepse ai ishte dhe lëngun e mishit, ai kishte vlerat më të larta ushqimore në atë kohë. Por nuk jemi në atë kohë, që mund të vendoset mishi drejt për drejt, apo peshku dhe të gjitha legumet që janë vlerat goxha të larta. Një tofu ka kalciumi më të lartë se sa një portokalle, djathi tofu. Kështu që ka një varietet shumë të madh, por që mos ekspozimi i tyre sjell neofobin. Këta e kemi pak më thellë. Këtë duhet ndoshta pas se ta nuk dua ta hapim fokusin tek të fëmijët, por mendoj që ne duhet të ndryshojmë, ne duhet të jemi ta ekspozojmë atë ushqimin e shëndetshëm çfarë duhet me shumë llojshmëri. Dhe në qoftë se unë si prind i refuzoj disa ushqime ose nuk i ha, me të vërtet ne kemi probleme të madha. Dhe ka flet për fëmijë, çfarë flet për fëmijë? Është shumë e vërtetë. Nuk e konsumon, ose thash kam nëna që thonë jo, unë nuk e ha, po di që është i shëndetshëm ja për fëmijë. Më je vështirë për të janë ato problematikat alimentare që dhe mirë po i ka vetë prindi. Gjithmonë mend atë ata që po na ndëgjojnë këtu e din ata, në qoftë se ja jep fëmijët një ushqim, në njëjtën kohë ti i rrut buzë të bën kështu fytyrën. Ata fëmijët kanë aq antena të holla, aq shumë na ndjejnë, ata shohin, ata janë me të vërtet është e letër e bazë që gjithçka incizohet tek ta programohet, pra ti po ju një model i fëmijës. Dhe kjo mbetet që thash të provojmë gjatë shtazanisë apo edhe para shtazanisë, para se të fillojmë të bëjmë familjen tonë, planin e familjes, apo të zgjerohet familja jonë, të bëhen planet ditore, ose të bëhen rregulla ditore çfarë duhet të konsumojmë dhe të fillojmë gradualisht aty që ne të konsumojmë ushqimet që kanë benefitet për shëndetin tonë. Nëna ime se ka ditë çfarë është argjinoni, unë e di sot se mos ta konsumoj. Dhe në një herë dy nuk e kam provuar, të tretën do ta provoj. Mu më kujtohet kur marrëm në Gjermani, thash, e flas nga përvoja ime, pavarësisht që ne e kam studiuar këtë punë, e kemi ditë specin, domatën, kastravecin edhe u kry. Kemi pasën 3 perime. Aty këtu ndoshta ndoni dhe kjo është vetëm për të ardhur keq, sepse nuk kemi pas mundësi, po edhe nuk kemi ditë, nuk ka ditë. Dhe këto gjërat janë që kur po marr në Gjermani tani unë për vete kam hulumtu, kam eksploruar shumë gjëra, kam provuar shumë gjëra dhe ato që unë kur nuk i kam ditë që mund të konsumohen, nuk të han. Dhe këtë problem i kemi shumë tek shqiptarët, si shqiptarë, sepse i shoh gjermanët gjëra që kur nuk i kanë. Po.
edhe i provojnë. Nuk e si janë tek ju atje, por këtu me të vërtet edhe këtu e tillë është, sidomos kur flasim për kuzhinën asiatike, që është një ndër kuzhinat më interesante dhe më të spikatura për ushqimet nga më të çuditshmet. Janë të prirur për të parë, italianët janë të prirur për të provuar ushqimet, por janë edhe fanatik të ushqimeve të tyre. Dhe duke qenë fanatik të ushqimeve të tyre, ka një shumëllojshmëri në bazë të krahinave të vendeve ku ti udhton në Itali gjen një lloj ushqimi që gatuhet në mënyra nga më të ndryshmet, apo ushqime të reja që nuk i ke provuar më përpara. Dhe më vjen keq për këtë gjë, ti e cek edhe për pjesën e rrudhjeve të buzës. Më kujtohet kur kam nisur në 6 mujorin e fëmijës, i jepja djalit kastravecin, dhe bashorti im nuk e konsumon. Dhe gjëja e parë që kam thënë, ti nuk do rrodhësh buzën dhe do hash kastravec. Unë nuk dua që të shoh që ti ta përshëndysh, apo të thuash mua nuk më pëlqen, mua më pëlqen. Dhe ka qenë një moment shumë komik, kur ai i konsumonte kastravecin dhe fëmia që e shikonte, dhe ka qenë periudhë kur i dilnin dhëmbët dhe i jepnim kastravecin e freskët. Dhe ai që mundoshte ta konsumonte kastravecin ose kthehej nga krau tjetër që mos ta shikonte fëmia, që atij nuk i pëlqente, sepse jemi ne, edhe nuk na pëlqen ne, se pëlqen as fëmia. Por ama dhe ajo që është shumë e rëndësishme, jo vetëm që ta konsumojmë përpara, është të konsumojmë gjithë së bashku në tavolinë. Sepse kjo mungon në Shqipëri, unë shoh këtë gjë që mungon, sepse nuk di të menaxhoj dhe të bluaj ushqimin fëmia. Nëse ne nuk ja tregojmë, wow, shikoj si kafshohet, si bëhet, pra ngjyrat, aromrat, dhe nuk i lën fëmijës që të bëhen pis. Shqisat janë shumë të rëndësishme, jo vetëm tek fëmijët, po edhe ne. Kur ti e prek një ushqim, e nuhat, e shijon, dhe ka bëj shumë edhe pjesa emocionale e lidhur me ushqimin. Jo vetëm atë, ritualet orare të ushqimit janë atmosfera në tavolinë, dhe ndoshta e di që stili i jetës është shumë dinamik, shumë stresues, dhe me të vërtetë është e vështirë sot të gjejmë të mundshme një herë në ditë, ose sugjeroj të gjithëve që të paktën një vakt në ditë ta konsumojnë të gjithë, si familje, sepse këto mbeten afatgjat, përveç që e ke vret fëmijë të vegjël duke nisur lugën për cilën me ty janë është kaluar. Që në qerdhe që vendosen të gjithë së bashku në komunitet për të konsumuar një vakt. Aty fillon edukimi. Nuk i vendosin një nga një, tani e ke radhën ti, pastaj tjetri, apo përpara televizorit, përpara një diçka që tërheq vëmendjen, që janë lodrat, gjithë. E njëjta gjë është vlen edhe për ne, sepse edhe ne nuk mund vendosemi përpara televizorit të shohim Netflix edhe të konsumojmë një pjatë, një ushqim saktë. Jo që nuk ishin, aty janë në fakt ne flasim për fëmijët, por në të njëjtën kohë ne mësojmë edhe gjërat vetë. Ne përmirësojmë të mëdhenj. Jo është interesante asaj, sepse gjatë më mendoj që ti ke pritur atë, por gjatë kohës kur fokusohesh më mirë, që të kujdesesh më mirë, ose lexon më shumë dhe mundohesh që ta japësh ushqimin fëmijës, ose t'ia ofrosh pjatën e shëndetshme, të njëjtën kohë mëson edhe gjërat e vet, mëson gjërat ti për vete që ndoshta ose të kanë ikur, ose nuk i ke mësuar. Pra kjo të qenurit dhe fakti është që në qoftë se këto ritualet, sepse janë të rëndësishme ritualet, ose atmosfera në familje, këto në fakt përgatitin janë, edhe këto janë predispozicione për të ardhmen fëmijës, në qoftë se një fëmijë do të ketë problematik me obezitetin ajo, sepse në momentin kur ti konzumon ushqim duke shlapitur bla bla bla, duke folur, jo vetëm që nuk tretet ushqimi, por flas tani për të rriturit, për të njëjtën gjë është edhe fëmiu yt si model. Në momentin kur ti e konzumon një ushqim me gojë të hapur, për shembull, lere që merr edhe fluska të ajrit, që ti do të kesh shpirtin të bardhë, nuk do të kesh tretje të mirë, tjetra nuk do ta shijon, sepse nuk përtypet si duhet. Dhe ai ushqim që nuk përtypet si duhet, ai nuk tretet mirë, do ta ngarkon. Kemi prodhimas të vështirë për aciditetin në stomak. Asnjë enzim nuk është i nxitur, por të njëjtën kohë e kemi edhe informacion që shkon truri që ne jemi të ngopur, ose do të fillon të ngopemi. Pra të gjitha këto janë përfshirje në tretje për ato, janë edhe që sot ndoshta sepse shpesh bëhet pyetje, okay, pse kemi probleme tani, të gjithë kanë çdo i dyti, sidomos në Gjermani,
studimet e fundit ose të gjithë klientët që kanë nevojë se që vinë në praksis të ne në ordinancë këna e kanë problemin e fryrjeve të barkut. Por në këto probleme kam edhe në Instagram të gjithë klientët që i kam. Këto fryrje të barkut janë masive dhe këto e ndalojnë ose nga dalsojnë tretjen në përgjithësi, sepse ne kemi harruar të konzumojmë ushqim dal nga dal në tavolin. Këto pellitin që janë rutinat ose oraret, ritualet ose oraret në tavolin të gjithë të ngrënë. Pa televizione, pa handy, pa tablete, pa diçka që mund të jetë një faktor shqetësues në tavolin. Ose edhe pse të marrim të bëjmë të diskutojmë për Big Brother ose për diçka të rëndësishme ose për notat e fëmijëve, pse ta diskutojmë në tavolin të ushqimit, sepse këto të gjitha lidhen me emocionet e fëmijës dhe të mundshme që të merret ajo tryeza, sepse e kemi humbur fokusin, e kemi humbur momentin e të ushqyerjes shëndetshëm. Dhe kjo konsumohet shumë shpejt, ngritet nga tavolina del, pse të ngritet fëmia nga tavolina ose i rrituri, se ky beba që është tani me neve në tavolinë do ta shikoj. Do shikoj. Nëse si online dhe këto janë të gjitha që do të luajnë rol më të jetë të ngrënit emocional, të mos përfshirit ato lëndët ushqyese, të konzumojmë shumë shpejt, të jemi shqetësuar jam live, okay? Jo tani, më vonë. Nuk e di pse si do mundom ta largoj. Pra, këto luajnë rol sepse tani këtë paketën e edukimit ritual. Okay. Ju lutem po kthehemi nesër, nuk e di se rëndësishme, unë të pres online nëse dëshiron. Do dolet, nuk e di pse, në fakt të lajmëroha që jam live, do të hyj me një herë dashur, okay? Okej. Pa merak, mua më ke këtu, nënat janë të gjitha sy e vesh. E rimarim sërish bisedën, Ardina, pa merak. Atëherë, duke qenë se do presim pak edhe Ardianën për të rihyrë sërish. Çfarë do doja të një sqarim pas disa nga pyetjeve tuaja është kefiri. Do doja një sqarim në shqip, nëse është e mundur, ju lutem. Nuk e njoh si fjalë, ndoshta do ta gjej. Fermenti laktiqi. Në rregull, e gjeta, do ta mbaj si pyetjet dhe do ja kthej përgjigjen për kefirin. Çfarë do dëshiroj tjetër është që, siç po thoshëm edhe me kolegen më parë, informacionet dhe edukimi që ne japim fëmijëve është që kur ju jeni shtatzan, pra që kur nëna është shtatzan. Ardiana po të rifuz sërish. Njaku je sërish më. Unë që duke kërkuar çfarë është kefir. Wow. Sepse është një pyetje nëse mund të konsumohet gjatë shtatzanisë, por unë do dëshiroj një shpjegim nga ana jote. Okej, kefir në fakt jam duke përgatitur bukur shumë probiotik të mirë, kefirit, kombucha, është po ashtu një çaj i fermentuar, pastaj lakra të ndryshme dhe e kam bërë edhe kursin shëndeti i zorës dhe shëndeti mental i zorës dhe aty kemi na ushtosh ti bëjmë disa ushqime të fermentuara që të marrim thjesht probiotika natyral. Dhe ja kom zbuluar në fakt 2-3 herë kom provu me disa kërpurdha që i kom marrë fara të kefirit, këtu në Gjermani që i kom ble. Dhe nuk më doli, tani ja kom marrë dorën dhe është i mirë. Pse është i mirë? Është thjesht janë bakterie të mira për zorën tonë. Dhe në fakt po hija dhe porçikoja se çfarë ishte, por ishte fermenti laktiqi që është në italisht dhe janë bakteriet e mira të zorrëve. Është një lloj kosi, por është me bakterie, është shumë i shëndetshëm. I fermentuar. Shumë i fermentuar. Absolut. Nuk e kuptoj dot në shqip se nga se vinte si fjalë. Është dikush nga faqja ime sepse në kohët e fundit i bombardova me këto probiotik. Është pak e çuditshme që të konsumohet nga moshat pediatrike për moshat e vogla, por
këtu hyn ti Po, në fushi. Kështu është shumë i shëndetshëm dhe duhet të bëhet, por jo këto që e blem sepse kanë shumë sheqer, dhe për ty vendosa të marrin. Pra këtu nuk e di ku mbetëm, ishim tek ritualet, oraret, Ishim tek edukimi i familjeve në tavolinë dhe rituali që e vendosim gjatë kohës që jemi gjatë ngrënies flasim. Po, sidomos me këtë përtypje, se siç e përmend edhe ti, dhe funksioni i përtypjes, më thani i mandibulës apo i nofullës së poshtme forcohet në qoftë se ne me të vërtet fillojmë të konzumojmë. Dhe këtë për ta lidhur tani për ta bërë më interesant, është që në qoftë se konzumojmë ushqime që duhet të përtypen pak më shumë, do të kemi më funksionale dhe aparatin e tretës, aparatin e përtypjes. Këtu hyn pastaj ushqime me copa tek fëmijët, që ka rëndësinë jashtë zakonshme për të folurin për formimin e nofullave dhe jo gjithmonë atë puren e kemi bërë dikur ajo lapam, nuk e di si quhet nga anët e tua, por vazhdon të jetë pure. Ose çulli, kanë shumë krahina e kanë emra të ndryshme dhe okej, është më se normale në nisjet e para, apo mund të niset direkt me copa, sepse fëmia pavarësisht se nuk ka dhëmb, arrin të kafshojë, dhe unë them gjithmonë nënave, nuk më beson, futi gishtin në gojë dhe shohim ato të dhëmbje e gishtit kur ta kafshojmë atë nofullën e fortë dhe qeshim, sepse realisht kafshimi nis që aty, që në momentin që thithet tek bën thithjen dhe kapjen e gjirit, nofullat fillojnë edhe forcohen. Arrin pastaj deri në moshat më të mëdha kur mungon kjo lloj gjëje dhe ka problematikat e veta për tretshmërinë, për obezitetin, për çdo gjë që mësojmë. Unë them që mësojmë ne, neve kemi, do lind fëmiu me atë, mirë po tani nga neglizhenca jonë e prindërve i humb ose ka, por e rëndësishme është që kemi mundësinë për të informuar ashtu siç duhet dhe të marrim informacionin në kohën që kemi nevojë, sepse jemi duke folur në 2023 dhe nuk jemi duke folur në 90-ën kur ishte kriza ekonomike dhe nuk kishim as ushqimet, flas për prindërit e mi, apo gjatë kohës kur nënat shtatzan nuk kishin nutricionet e duhura, pra ushqimet e duhura gjatë periudhës më të bukur. Por periudhën kur fëmia njeh ushqimet e para, sepse aty janë njëjtë e ushqimeve të para, pavarësisht se ne themi nisja e ushqimeve nis në 6 muajsh, ushqimet kanë nisur tashmë dhe janë marrë gjatë rritjes së fetusit. Pra njohjet e atyre janë që aty, që në momentin që nëna konsumon një avokado, shi apo çokoladë, fëmia fillon të lëviz në barkun e nënës, sepse rriten komplet, merren të gjitha vlerat ushqimore. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme që thash 1000 ditët janë shumë thelbësore dhe kur e kemi këtë më të qartë, ndoshta duhet pak të kemi kujdes çfarë konzumojmë edhe si shtatzon. Dhe mu vi mirë sepse mendoj që edhe si komunitet jemi zgjuar pak dhe kujdesemi dhe këto po të uroj edhe për punën që bën ti, ato të tjerë, të gjithë kolegët tonë që e vëdësojnë. Ndoshta është një përqindje e vogël, por gjithsesi këto që na ndëgjojnë, këto që na shohin, marrin këshilla nga na është e pamundur, sepse unë mendoj që çdo prind e mendon më të mirën për fëmijën. Dhe këtu nuk kam dyshim fare. Mirë po, e lën pas dorës, ndoshta nga tani më nuk them që më nga mosdia, se është thjesht ti mundesh një podcast ta ndëgjosh gjatë rrugës kur shkon deri diku, ose duke punuar në shtëpi, lëshoj edhe dhe ndëgjoni din çfarë ushqimi është i shëndetshëm, çfarë duhet të konzumojë, se çfarë nuk duhet të konzumojë. Mirë po, e kemi pak më të vështirë ta bëjmë atë hapin, ndoshta duke mos e bërë shumë tragjike ato çfarë mund të ndodhë nga kjo kequshqyrja dhe duke i parë shifrat që janë me të vërtet shumë alarmante, sidomos edhe gjatë kohës së pandemisë, ndoshta fakti që u mbyllën shkollat, po flas për fëmijët tani, u mbyllën shkollat, ishin në shtëpi, ne kemi me të vërtet edhe statistikat tona këtu në Gjermani, në këtë komunën tonë që kanë bërë që diku deri 20% të fëmijëve kanë filluar kanë mbi peshë, nga ato po lajmërohen edhe në qendrën tonë po lajmërohen edhe fëmijë me diabetes. Ta kemi numër 2. Ta kemi këtë dështa ta përmend, ta kemi të qartë. Përpara shumë herët diabeti është ka qenë përpleq. Dhe këto për ta thënë tani që në qendrën tonë lajmërohen fëmijë
çdo ditë të lajmërohen me diabetit të tipit të dytë. Në tipit 2 Diabeti tipit të dytë është që thjesht inzulina jon, trupi jon është shkallmuar nga keq ushqyerja. Dhe për atë është quajtur gjithmonë sëmundja e pleqve ose sëmundja më moshë të shtyrë. Dhe tani po lajmërohet tek adoleshentët, po lajmërohet edhe me të vegjëlit. Do thotë nëse kjo nuk është një alarm për ne si prind, që të kujdesemi që ato 1000 ditët të jenë të paktën sakrificat e para të këtyre 1000 ditëve, thëmë se është e vërtet më pyesin, po ja të jap një çokoladë, një gjë. Po mund të durosh deri në 2 vjeç maksimumi 3, se nuk i gjen asgjë as fëmijën, se fëmia nuk e njeh atë shije. Nuk e njeh nëse ti nuk ja prezanton. Nëse ti nuk ja prezanton si shije nuk e njeh. Flas në rast konkret kur ishin pashkët dhe në çerdhen e fëmijës tim kanë dhënë vezët e vogla që bëhet festa. Dhe edukatori më thaj, vetëm që nuk ka ngrënë çokoladën është djali. Me ha unë thash s'ka problem, po ai nuk e konsumon çokoladën akoma. Është 2 vjeç dhe nuk e konsumon çokoladë. Pse? Jo sepse jam një mamje e keqe apo një mamje strikte. Por ka kohën e vet gjithë jetën do konsumohet ajo kakao, do konsumohet ai sheqeri. Ky është momenti që unë duhet të sakrifikoj dhe nuk duhet të lejoj askënd që të kaloj këtë lloj kufiri për të mirën e fëmijës tim. Absolut. Aty është çdo gjë, nuk më intereson se nuk i bleva një çokoladë apo nuk i dash një ëmbëlsirë, sepse kjo nuk më bën mua të ndihem në faj. Në faj më bën që fëmia im nesër ka probleme me shëndetin dhe sidomos me sheqerin. Absolut. Që sot bënte mua në faj. Sot fatkeqësisht e kemi të vështirë të bëjmë rezistencë sepse industria marketingut të lëndëve shrusi na bombarduan, na çmendën dhe është, unë them këto ndoshta për t'ia udhënë aty në nënave dhe ndjenin që nuk jeni gjithmonë ju fajtor, por kujdes sepse është shumë vështirë të bësh rezistent. Mjafton të hapësh një televizion, një gazetë, ti bombardohesh me ato lëngjet që erën e fundit e pash. Thash ato lëngjet që mendon që është frut. Dhe thuhet 100% frut, por ajo është sheqer i shtuar. Thuhet on zucre pa sheqer, është sheqer i shtuar. Pra ka një lloj, ajo tabela ajo shkruhet aq shumë e vogël atje sa ti nuk do të dallosh dot ato kodet, nëse nuk i di, nuk kanë për ta kuptuar dot. Po më vjen dhe kjo pyetje Ardena. Po mirë, pse shiten atëre si ushqime për fëmijë? Po do thosha po marketingu atëre për çfarë funksionon për të bërë komplet pjesën monetare për të marrë lekët dhe niset që nga 4 muaj. Pra ka ushqime që 4 muaj. Dhe fatkeqësisht, të them me të vërtet me këtë me shumë keqardhje, që konsumatorët po shtohen dhe momentin kur ato blehen dhe shikojnë në supermarket që është shitur, tjetra, tani e mendoj kjo është një psikologji shumë e vështirë, që me të vërtet i lutem të gjithë fëmijëve, të gjithë dhe fëmijët interesante është sepse në qoftë se fëmiu nuk mësohet, nuk e shijon atë çokoladën, nuk do të ketë nevojë. Dhe do t'i shijoj me të vërtet edhe ai jogurti, ai kosi me pak fruta. Do t'i duket shumë e shishëm se sa ai fruti që e blen, jogurtin që e blen nga marketi. Do të thotë është shumë e rëndësishme kjo. Dhe këto e vrej edhe tek klientët që janë më të rritur, tek nënët ose klientët që i targetoj unë, këta, nëse një javë, 2-3 mundohen të konsumojnë pa sheqer, sidomos të sheqeri. Organizatat botërore thuhet deri në 50 gram sheqer në ditë për të rriturit po flas, është e lejuar. Tani ato e kanë reduktuar deri 25 mundësi 25 gram. Coca-Cola sa gram sheqer mban? Unë vizualizoj me ato kokrat. Edhe unë me gotën me sheqerin e bardhë brenda. Ajo të vret duke pirë atë. Ato të vret, ajo të vret edhe shet çfarë bën me to. Dhe pse i duhet një fëmijë të vogël, pse i duhet kola, nuk mund ta kuptoj. Pse i duhet kola, të lutem. Dhe krijon varësi. Janë në ushqimet që krijojnë varësi dhe varësia. Kjo është shtyn tani që dyert e qendrës tonë janë të mbushura me fëmijë të mbi peshë ose mjafton të hedhësh të shkosh në një pishinë. Do të shep para 20-30 vite nuk e pa fëmijë të trash. Dhe tani i kthe shiko syt, është me të vërtet çmenduri kjo. Dhe këtë shoh pak edhe tek shqiptarët, me thënë të drejtën, e duan fëmijët buçko me tule, edhe ato kofshët i duan të tilla. Fëmia im nuk peshon se nuk ka tule. Ai që është edhe kështu i holl, më vjen ti të shëndetshëm, nuk do të thotë se atë tulja do të tregon shëndet. Kjo ka mbetur, ndoshta ka mbetur dhe them drejtën, e di që kur e marrin ende me krenari, kur një fëmijë, unë them duhet të shikohet, mos ka
diabetes gravitas, ajo nëna që e fëmijë shumë i trashë, sepse ajo nëna mund të ketë një diabetes në shtatzëni, që është e përkohshme, por shumë e rrezikshme që në të ardhmen mund ta kesh sëmundjen e sheqerit më vonë. Pra, duhet ketë kujdes ai fëmiu që është i rritur shumë, që për ty duket krenari, që she ka bëj ajo shtatzëni. Është 4 kg, 5 kg fëmijë në shëndet. Ai është për të shikuar mirë. Po, jo për ta nakuar, jo për të marrë, për të mburë. Por do të edhe këtë tjetër që mungesa e informacionit ose mungesa e asaj që ne themi përtesa që nëna ka është të mos shkojë të informohet tek mjeku ose edhe vetë ginekologu që nuk i jep analizat e duhura që duhet bërë gjatë shtatzanisë, pra periudhës gestacionale, që është e rëndësishme të dihet edhe nëse ka toksiplozmoz, nëse ka diabet. Pra janë disa faza të shtatzanisë që janë shumë të lidhura edhe me fëmijën në rritjen e tij pas, sidomos kur flasim për ushqimet, nisjet e ushqimet, apo alergjive ushqimore. Pra që aty ndalohet edhe parandalohet alergjia ushqimore tek fëmia. Pra që në momentin që nëna është shtatzane të di të konsumojë ushqimet e duhura. Në fakt tek nënat, kjo tani mo që e dim toksicitetet që bëhen nga duhani, nga ambienti ndotur, nga ushqimet e palara, nga ushqimi fast food e të tjera, unë i marr këto të gjitha si janë pjesë që ja jep një ngarkesë trupit të panevojshëm. Dhe fatkeqësisht, ose kjo është me të vërtetë që e kalon përmes placentës edhe tek bebi. Dhe në atë moment që ti e konzumon ushqimin e pashëndetshëm, ti duhet ta kesh parasysh që ai fëmiu është ballafaquar ose ai fetusi është ballafaquar me ato shijet. Dhe siç e përmendë edhe ti, në një fëmijë ka studime që tregojnë një nënë që gjatë shtatzanisë ka konzumuar shumë fast food, ka konzumuar ushqime shumë me krip, me erëza të ndryshme. Ai fëmijë do të ketë më të vështirë të ushqehet pa krip, për shembull, do ta ketë të nevojshme. Dhe këto janë gjëra që me të vërtet kanë kaluar dhe studime të tilla. Dhe pse ta ngarkojmë ato veshpet e vogla të atij bebushi që sapo ka, pse duhet neve të jam me to, pse duhet të organet duhet të detoksifikojnë trupin e atij bebes që sapo ka lindur. Pra duhet pasur shumë kujdes, qoftë me alergji, qoftë me ushqimet jo të ngarkuar ultra të përpunuara, dhe të marrin prapë kohë të gatuajnë, dhe të jetë sa më e larmishme e pjata, për arsye se e para që ti jep vetë energji trupit tënd, dhe dytën ti po vendos për të ardhmen e një fëmijë tënd. Dhe kjo sot është e rëndësishme sepse po shohim çfarë po ndodh me fëmijët tanë, dhe jo vetëm tani tek mbipesha, tek obeziteti, por edhe tek rregullime tjera që po kanë që për çdo ditë sigurisht edhe ti ke pyetje nga nënat, intoleranca alimentare është rritur dhe jo më larg se sa dje kam patur rastin e fëmijës që 2 muaj më parë ka marrë dietën e personalizuar sepse ka mbi 42 aliment alergjik. Dhe një fëmijë i moshës 2 vjeç të ketë 42 alergji alimentare, duket sikur ky fëmijë nuk po ha absolutisht asgjë, sepse janë gjitha ushqimet. Ti je allergjik nga veza, allergjik nga mishi i pulës, allergjik nga mishi i viçit, qumshti. Të gjitha alimentet janë në një lartësi, pra analizat që nëna më ka dërguar kanë një rritje të përqindjeve, por siç janë, sepse duke qenë se u trajtua edhe në muajt e kaluar, natyrisht, dieta është për atë fëmijë dhe nuk mund të jepet dot kurrë për një fëmijë tjetër. Është njësoj si të marrin ne ilaçet dhe ta konsumojnë atë ilaç dikush tjetër që do t'i bënte më shumë dëm. Por ama është edhe kombinimi i tyre, sepse ha mirë siç thash dhe më parë, por proteina nuk është vetëm aty, dhe nëse ky fëmijë apo një fëmijë tjetër ka përqindjen e ulët të hekurit në gjak, dhe vazhdon konsumon mish. Por nëse nuk kombinohet ky mishi me një vitaminë C, atëherë trupi nuk do ta përthith dot kurrë, por do të ketë një rritje të hekurit dhe atëherë kemi probleme të tjera. Pra, është shumë e rëndësishme që edhe atje kur ka atë alergjin ushqimore, të dihet se si të veprohet, të dihet se si të ushqehet. Sepse kur ja përcjellim ne atë pjatën e vogël, atëherë do ta mësoj atë ngjyrën dhe atë kombinimin e asaj pjatës. Karbohidratet, proteinat, perimet dhe yndyra e mirë, që është vaji i ullirit që është gjithmonë prezent. E kam thënë dhe rithëm, por është shumë e vështirë sepse ndjes Ardiana unë zgjata pak të temën, këtë pjesën këtu.
sepse shohin gjëra shablone. Dhe kur shohim receta të bukura, gjëja e parë është, okay, është ajo ndjesia e shikimit, ajo pjesa e lëngëzimit të gojës, pra që kemi atë nepsin për ta ngrënë. Por duhet parë me kujdes edhe këto, sepse nuk mund të përzihet, dhe disa nëna këtu e dinë shumë mirë, nuk mund të përzihet dot makarona me patate, kemi dopjon e karbohidratit, dhe pastaj kemi rritje të peshës, dhe të shkojmë në obezitet. Dhe receta mund të jetë shumë e bukur, ajo patatja e ëmbël me orizin apo me makaronat mund të jetë shumë e bukur, por ndërkohë që nuk është e vlefshme për atë fëmijë, dhe nuk është e vlefshme për një periudhë dhe një kohë të caktuar, pra një moshë të caktuar të fëmijës. Absolut. Ose me bukën që gjithmonë mund të them unë në rregull është e shëndetshme dhe buka është e shëndetshme, duhet fëmijët të kenë. Mirë, por në momentin kur ti e merr bukë, po dhe nuk u dëgjove. Nuk u dëgjove dashur. Thash në momentin kur e merr një copë bukë, një copë patate, një pak oriz, do të thonë me sasinë e karbohidrateve e rrit në atë pjatën tënde, gjë që është edhe ajo e pashëndetshme dhe ta shohësh fëmijën që ti e bombardon me karbohidrate, thotë ja programon që ajo pankreasi të prodhojë insulinë nga fëmijë si bebë, dhe tani mos të befasohemi që dikuri më vonë do të ketë probleme me mbi peshë, ose mirë përmendet i këtë çështjen edhe të kekuri, që fatkeqësisht edhe ndoshta them drejt nuk dua të them të nga përtesa, mirë po unë nuk e di nëse një fëmijë bëhet mbas moshës 1 vjeçare, se tani hinëm duket në shumë tema, mirë po mendoj që janë të gjitha të rëndësishme, si duhet fëmijët të merr gjithsesi atë biberonin me qumësht ose shishen me qumësht, nuk e di se tjerën. Do thotë mund ta zaventosh një vakt në mëngjes, nëse fëmiu për shembull zgjohet në ora 5 në mëngjesit, tani do nuk jam ajo që do të zgjohem të ta bëj pjatën gati që të ja jap një vakt të shëndetshëm, dhe atë mund të japësh, mirë po kjo duhet të jetë jo për ditëshmëri, nuk duhet të bëhet zakon, sepse ai fëmiu tani është shumë e rëndësishme që qumshti ka një paktën deri në moshën 2 vjeçare, si qumshti nënës dhe qumshti ai formuluar, apo futemi pastaj pas moshës 1 vjeç në qumshin shtazor dhe atë vegetal, ka zënë një përqindje shumë të madhe të alimenteve. Pas moshës 2 vjeç ka një bum shumëllojshmërie. Aty futen të gjitha, sepse janë dhe ushqimet e ndaluara gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo që kanë rrezikshmëri. E them këtë sepse ka shumë njerëz ose nëna që më shkruajnë kanë fëmijën duket i fryrë, dhe ke parë ata fëmijë që pinë shumë qumësht, ata duken të fryrë, atë në fakt nuk janë të shëndetshëm, se e përmendë edhe më herët që kalciumi, proteinat qumshti është proteinat i lartë, po të njëjtën gjë ka qumshti që ndalon përthithjen e hekurit. Ata fëmijë janë të fryrë, mirë po ata fëmijë nuk kanë energji. Dhe kjo po janë më të zbet, mirë po janë të fryrë. Nga konzumi që duhet të merren qumësht, shfaq duhet një fëmijë të pi natën mbas një viti 2 natën qumësht. Konsumimi gjatë periudhës së gjumit është më drastiku. Drastike, mirë po e bëjnë edhe më të tjerë. Unë thash nuk është nuk jam ajo që duhet të më çoj mëngjes dhe ta bëj gati tavolinën. Mirë po do të jetë kjo një rast ndonjëherë që ndodh, mirë po fëmijët duhet të vinë në ato rutinat që përmendëm, që të jenë rituale, që të jenë orare të fikse, që fëmijët ta ketë. Oraret kanë shumë rëndësi, sepse kur më shkruajnë në darkë është ora 9:30, do mundohem gjithmonë që në orën 9:30 të jem online për të përgjigjur të paktën pyetjeve, dhe përse djali im është tani akoma duke ngrënë darkën. Asun vetë nuk e ha në orën 9:30 darkën, ha në orën 6. Jo sepse jemi mësuar për pjesën se veriu i Italisë konsumon ushqimin si austriakët në orën 6. Por kjo ka një logjik dhe ka vërtet një logjik pse duhet konsumuar. Duhet konsumuar 2 orë përpara se sa të flesh gjumë. Pra fëmia të paktën të jetë në gjumë në orën 8 dhe jo të konsumoj darkën në orën 9:30. Ai stomaku shkatërrohet. Ka mbaruar aty. Po sepse nuk vendosen orare të rutinë. Që aty që në vogëli kemi patur edhe vetë si popull konsumojnë darkën në orën 10. Është edhe kjo gjë, se mua më është dashur kur kam qenë shtatzan dhe jam spostuar në jug të Italisë, se kanë shumë gjëra të përbashkëta me ne, nuk gjeja dyqan dhe restorant hapur, kur kisha uri që isha shtatzan, nuk gjeja një dyqan hapur në orën 6. Unë isha mësuar që jam mësuar që të konsumoj darkën në orën 6. Do duhet të merja, domethënë para përgatitesha përpara se sa të merja ushqimin. Ato është me rëndësi të jemi modeli fëmijëve, dhe unë
gjithmonë mundohem me të vërtet ta përmirësoj veten, që edhe pse tani kam vajzat janë rritë madhja është në atë kohën para pubertetit që mendon ai naiviteti i saj që e din më mirë. Gjithsesi është e pamundur pa i marrë ato që ti i bën, nëse qoftë me të konzumuarit darka kur bëhet që nuk ka nevojë të konzumohet në 90 dhe këto në momentin kur ti si prind, si nën e ke hartuar ato rregullat e tua dhe mbahet fëmijë ose në mesvakt gjëja që tani po është shumë e rëndësishme edhe tek klientët e mi e kam, por edhe vet studimet e fundit tregojnë që mesvaktët ose sneki çdo orë e dëmton tmerrsisht ritualet e ushqimit dhe atë ndjenjen që tani po flasim ne tek fëmijët, por mos ta harrojmë kjo ndjenja të ngrënit emocional, ngrënja që nuk e humbas ndjenjen, e humbas atë ndjenjen e ushqimit, e urisë fizike. Do thotë kur trupi me të vërtetë të lëshon energji. Ka nevojë për ne lindim fëmiu lind me atë ndjenjë që duhet të konsumohet ushqim që të kemi energji. Dhe nga momenti që kjo trupi jon trupi jon e din stomaku jon, e din truri jon kur duhet energji, ose kur ngadalë është shpenzuar energjia jon. Dhe në momentin që ne tërkohën konzumojmë, duke nisur nga moshat e ulta, moshat shumë më të vegjël, kjo do të na hup ndjenjen kur të marrim atje që tani kam uri fizike. Është mësuar që të japim diçka në dorë, dhe ajo diçka në dorë nuk është se është një ushqim i shëndetshëm, por është një snack me plot sheqer, me plot kakao, që deri të paktën deri te 3 vjeç kakao, absolutisht. Pra janë disa nga ushqimet që realisht nuk duhen dhënë, por e shohim atë lëpirse në dorë, dhe pastaj kur vjen orari i drekës, mua fëmia nuk më konsumon. Dhe kjo bëhet të dinë në faj. Atëherë ka diçka që duhet ndryshuar në progres. Absolut. Edhe në regresin që kthehemi se çfarë kemi dhënë. Absolut, sepse truri jon edhe si fëmijës nuk e dallon informacionin çfarë po konsumon. Ai din që po han. Dhe në momentin që ai jep një vakt të plot apo jep atë lëpirsën që unë them nuk i duhet, përveç se që është me sheqer, mos ta flasim, është çfarë do me po i bën sheqerit trupit ton, ajo nuk ka lëndë ushqyese dhe nuk e merr e ka atë shprehin e merr që tani me të vërtetë fëmiu nuk do të ketë ndjenjë të urisë fizike që i duhet trupit. Dhe më të ardhmë, më të vonshme, kur të fillon në atë labirintin e padalur të obezitetit, do të ketë probleme për tërë jetën. Pra, të kemi kujdes jo në mesvakte, jo vetëm se po çfarë, ndoshta fëmiu ka nevojë vetëm për një përbërje. Ndoshta fëmiu ka nevojë vetëm për që ti të jesh aty të gjithë vëmendje. Dhe shpesh ndodh që me të vërtetë mendojnë që jo është e hundë, dhe këto na kanë bërë ndoshta në të jetë fëmiu s'po ngjihet me qumsht, jepi diçka ose na folëm edhe në telefon atë muhabetin e kësaj. Me 4 muaj fillojnë të japin ushqim. Këtë doja të theksoja pak, e hapet temën fiks në momentin e dur, sepse doja të theksoja se shumë nëna më vindën tonë Gjermania e nis në 4 muaj. Jo, rregullat janë rregulla dhe studimet janë studime. Dhe organizata botërore e thot qartë, prerë, kur fëmia është gati, është programuar të jetë gati në 6 mujor. Nuk e kanë bërë vetëm ashtu, sepse dikuj ju ka tek kjo ide, por janë bërë analizat të zhvillimit të fëmijut, janë bërë analizat të muskulaturës të fëmijut, janë bërë analizat të kafkës të fëmijut. Do thotë këto gjëra duhet të kemi kujdes, por unë mendoj që shumica e kanë, dhe nganjëherë kur shoh edhe njerëz që janë bllokere, që njerëz kanë djegshëm të madh, i kanë influencë në to, dhe shoh që me moshën 4 muaj ja kanë filluar sepse po zgjatët fëmia po shikon. Në Gjermani nuk janë këto. Mund të ketë ndonjë pediatër sikur në tërë botën. Mirë, por në momentin kur ose fëmiu ose thot nëna për shembull fëmiu im ja ka nis po më shikon si po ha. Edhe mirë, po edhe në çështë muaj nuk do të thotë që ti do të mushësh pjatën aty fëmijët. Dhe kjo është tjetra që thënë nuk kanë durim. Nënat nuk kanë durim të provojnë. Ajo duhet luk për luk të provohet. Do të thotë çdo ushqim të provohet një herë, edhe nuk do të hanë fëmijë me një herë që të mbush ka nuk ka gjithë pjatën, se një luk do konsumoj 2 maksimum. Mirë, po 2 dhe luk e vogël. Unë nuk një pediatër këtu në Gjermani, më thash 2 vajza i kam lindur, unë kam edhe kontakt me mjek këtu, kam edhe me njerëz të tjerë, nuk një që kanë rekomanduar me 4 muaj, sepse ajo do të jesh jashtë. Okej.
Falje, nuk ka, mirë po, në qoftë se nëna ka tendencë që thotë fëmijë im është gati, atë mundësisht mund të ndodh kjo që thotë, okay, provoje. Po kjo nuk thotë që ti me 4 muaj do të fillosh, por e shoh një ndjenjë, ndoshta them drejtën se si tek fëmijë i parë, ti ke atë ndjenjen që gjithçka që është për herë të parë ta provosh është diçka të mbetet. Mezi e pret. Domethënë është ai cikli i rritjes që wow, nis shumë shpejt dhe duket si garë që wow, fëmia e dikujt ka nisur dhe tani duhet niset edhe fëmia im. Dhe kjo bëhet si një konkurrencë mes nënave. Pa ofendime, por bëhet automatikisht sepse ti e sheh dhe si nën fillon të futesh në dyshime që fëmia tjetër është gati, por përfshindë tregojnë të studimeve që ata që janë gati në 4 muaj janë shumë të rrallë dhe janë raste të rralla dhe specifike kur niset 4 muaj. Pikërisht prandaj përmenda edhe më parë që ka ushqime pse shiten 4 muaj. Shiten 4 muaj. Por ama i fëmia ka probleme me gëlltitjen, ka probleme me rrugët e frymarrjes, duhet ta marrë atë ushqimin me tubacion, duhet ta marrin atë konsistencë, pra ka shumë situata kur fëmia apo është prematur. Dhe prematur nuk niset në 4 muaj kur fëmia nuk është gati. Nuk mund ta marrësh foshën, t'i hapësh gojën dhe tani nis ti ushqimin se e gjeli detit që e mbushim pak për të peshuar. Është fikse si ato situatat komike. Tragikomike. Absolut. Unë mendoj që asnjë fëmijë pa vullnetarisht është i uritur, edhe këto ndodhen që me të vërtet ne si prind kemi ato çfarë tendencën që ta frymë më shpejt, ose nga frika pak, mos po është i uritur, ose jo mos sa qumshti në peshë, jo po duket i vogël, nuk e di, këto janë thjesht ne që fishofim. Në momentin kur me të vërtet pediatra ka motor është në rregull, fiziologjikisht fëmiu është këtë okay. Ti japi një arsye shumë të fortë, sepse po lexoj një mesazh, një pyetje, përshëndetje, mua më ka thënë mjeku këtu në Gjermani 4 muaj vazhdo ushqimin, po nuk kam vazhduar. Duhet të jetë një arsye shumë e fortë, kur ju mjeku i thotë që 4 muaj tani mund të nisësh, kërkojeni pse. Pse? Ku e sheh? Domethënë ku është ky mjek, se jemi mësuar që figura e mjekut është Zoti. Por jo të gjithë jemi Zoti. Se kemi dhe defektet tona, kemi dhe momente që nuk jemi perfekcion. Po ka dhe mjek që nuk janë të agjërnuar pastaj. Që fatkeqësisht duhet të futet kudo, sepse nuk është se thotë Jona sot e thotë Ardiana. E thotë në studime dhe thonë ata që kanë harxuar jetën dhe kohën e tyre për të studiuar për të ardhur sot këtu. Unë mendoj që shumica e mjekëve me të vërtetë e hekin të them ashtu qafën nëse nëna, e hekin përgjegjësinë nëse nëna e ka atë tendencë që duhet t'ia ofrojë si po ushqim ose është mirë këtë okay. Ndërsa nuk është fiziologjikisht nuk është e shëndetshme, nuk është mirë dhe duhet të pritet deri në 6 muaj, sepse edhe atëherë duhet të fillohet dal nga dal. Kështu që po ka tani përgjigje ose pyetje këtu të pediatrëve. Unë nuk njoh pediatrën në Gjermani, thash atë çfarë kam unë që njoh, për ndryshim jeti shumë mirë thella, ato në qoftë se tani janë të gjitha këto që na ndiqen këtu. Në qoftë se ka pediatër që thotë duhet të fillosh me 4 muaj, atë pyetje arsyen pse. Ti mundesh lirisht sepse janë këto shkencërisht. Por nëse pediatri thotë që shikoj, o ka interes për ushqimin tënd, e hap gojën, atëherë nisja, se patjetër nisja. Jo, ka dhe këtu disa pyetje të tjera dhe shumë gjëra për të parë. Sepse unë flas jo vetëm si nutricioniste, por edhe si instruktore për zhvillimin dhe për mbytjen e fëmijëve. Kështu që pjesa fiziologjike është shumë e rëndësishme, por shumë e rëndësishme edhe pjesa fizike e fëmijës, sepse nuk është akoma i formuar. Mund ta lëpi, është ndryshe të lëpirit të shijuarit, por është ndryshe të kafshuarit dhe të përtypurit pastaj. Sepse siç e përmendë ti më përpara, është kafshime dhe përtypja, nuk mund të lidhen dot me njëra tjetrën në një kohë kur fëmia është 4 muajsh. Ai është shumë entuziast sepse është procesi, që 4 muajsh do preket çdo gjë dhe ta fusi në gojë. Sepse është procesi i rritjes në atë periudhë. Por nuk do të thotë që është interesuar për ushqimin. Kjo është një ndarje shumë e thellë të informacioneve. Edhe mua pediatri më ka thënë për të nisur 4 muajsh. Edhe unë kam pyetur pse. Po sepse ti më thej që është interesuar për ushqimin. Okej, është interesuar, por nuk më qëndron ulur. Nuk më qëndron ulur, do të thotë që fizikisht nuk është akoma gati. Është shumë thelbësore. Nuk më kap ushimin, se kam një lodër të djalit, ta kapi ushimin dhe të ma sjellin në gojë. Nuk e bën. Ose ma shtyn. Kemi reflekset pastaj, që nuk janë zhvilluar akoma. Pra, ka një informacionet janë shumëta, ose mjafton që të pyesni vetë, ndroni mjekun. Shkoni në një mjek tjetër, në një profesionist tjetër.
pyet 100 vet, bëj si di vet. Është fiks thënia e perfekte. Bëj se ashtu siç e ndjen ti, ndjen në sheshë fëmijët është gati, jo. Pra, këtë gjë doja ta theksoja shumë sepse siç thash, flasim për Gjermaninë dhe Francën, janë dy shtete që më vjen shpesh nëna për 4 mujorin. 4 mujor Gjermania dhe Franca. Por edhe një diçka Ardiana që do doja shumë ta diskutonim është linjat e udhëzimeve amerikane me ato europiane. Mendon se ka një ndryshim mes tyre, duhet i bazohemi ne si shtetas Ballkanës, shqiptar, kosovar, komplet flasim Greqinë, komplet Ballkanin dhe Europën. Duhet i bazohemi të njëjtave linjave atyre amerikane flasim, sepse ka një ndryshim shumë të madh. Do doja shumë ta theksoja në këtë gjë. Ti ndoshta e din shumë më mirë këtu dallimin mes e them ato pauzë zgjuar shumë pa u lëmtuar shumë çfarë dallimi të mëdha kanë. Thashë ti ndoshta mund të shërosh. Tham një gjë, në qoftë se nisemi nga kontinenti si Amerika është vendi i parë që sidomos obeziteti, sidomos sëmundjet kardiovaskulare, sidomos kequshqyrja është bombastike. Dhe kjo nga ky parim nisem që gjithsesi mund të mbetemi të europeja, ndoshta edhe për ato sepse në tek ne këtu Zvicër, Gjermania dhe Austria i kemi të trija Dach, është Deutschland, Österreich und Schweiz, të tri kompania apo organizata e ushqimit që zakonisht i marrim nga kriteret e këtyre i marrim në fund rekomandimet qoftë suplementeve, qoftë ushqimeve, qoftë porcioneve tjera. Dhe këto janë bukur shumë të analizuara mirë. Dhe të jemi të sinqert me shtatzën, me fëmijë të vegjël, nuk bëhet eksperimentet, nuk është shumë, do të thotë këto studime janë pak më shumë të vjetra, dua të them, sepse zgjasin përmes viteve. Në vitin e kaluar e patëm një modul sa i përket jodit dhe zhvillimit kognitiv të fëmijëve. Pra ato nëna që gjashtëdhënis para 15 viteve, që janë marrë në një grup, do thotë këto janë studime që merren dhe analizohen, mirë po ti nuk mundesh nënës do t'ja japësh një suplement jodit ekstra. Ke dëgjuar që i bën mirë, duhet të thënë, apo omega 3-shin apo acidin folik. Sepse ti ja jep gjatë gjithë shtazanis i jep një acid folik, ndërkohë që deri në periudhën e 3 mujorit parë ka një sasi të caktuar për t'u marrë. Pastaj merret me anë të alimenteve. Këto janë gjëra që në të vërtetë nuk mund të eksperimentohen. Dhe unë e përmenda me këtë sepse tani pas 15 viteve shton që ata fëmijë të atyre nënave që nuk kanë konzumuar mjaftueshëm jod nga ushqimi kanë një IQ, një inteligjencë më të vogël. Do thotë se janë gjëra që duhet të kujdeset. Flasim për pjatën e shëndetshme. Dhe nisem nga rekomandimet gjithsesi të Europës, të Gjermanisë, Zvicrës dhe Austrisë, nga këto që edhe përfaqësoj organizatën tonë të DGE, Deutsche Fluggesellschaft dhe nisem gjithmonë nga dhe këto rekomandimet mundohem t'ja japet e klientëve të tjerë, pacientëve të mi dhe më të tjerë. Pra nuk bazohem shumë në ato amerikane, mund nga fakti që me të vërtetë aty është burimi i asaj kequshqyres. Aty i kemi burimin të nisur nga të gjitha këto catering të ushqimeve që fillojnë nga vendi i tyre. Nga fast foodi. Mbretëria e fast foodit. Aty janë, kështu që unë pa analizuar shumë, sepse me të vërtetë nuk e di ti ndoshta mundesh na shpjegosh më shumë, dallimin e mëdha, unë nisem nga ajo që duhet të bazohemi nga logjika. Nga logjika, sepse me të vërtetë Amerika nuk çdo trend bëhet nga thotë që është shtet, se duke qenë shtet i fuqishëm ka vlerat më të larta për sektore të ndryshme. Absolutisht. Bër marketing që bëhen sa përket ushqim, industrisë së ushqimit në Amerikë është alarmante. Çfarë shifra të parave të lekëve jepen për gjërat që atje do të bëj bum, ndoshta të nisemi ndoshta kjo sjell edhe atë bumin ekonomik se personat janë mësuar që të konsumojnë duke ecur, duke ngarë, duke bërë gjëra të tjera në të njëjtën kohë dhe normalisht është humbur fokusi i edukimit të shëndetit, por fokusi për atë se çfarë janë duke u përdorur nga industria, nga një fabrikë apo diçka. Dhe
thash kjo është një gjë që me të vërtet duhet të jemi shumë vigjilent, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që ti rezistojmë ushqimeve që i bëhet marketingjet të mëdha. Do thotë të jemi sinqert, po sikur se ta shikojmë këtë mirë në supermarket deri në 80% të produkteve nuk do t'i bleje. E drejtë. Janë ultra të përpunuara dhe se jo se do thotë bio, se është bio, atje është bio. Sidomos, ka dhe kjo një gjë. Sidomos në këto 1.000 ditët që e përmenda, sidomos në këto 1.000 ditët. Për më vonë që do them që duhet t'i fusim në kafas fëmijën, sepse tani ti e ke djalin në qerdhe, më vonë unë e shoh të mijat janë më të rritura, e shoh që shkojnë nëpër ditëlindje, shkojnë nëpër festa. Dhe do të konzumojnë ushqimet e tjera. Pikësisht, bë festa dhe çokolata erdhi tek unë. Edhe kur fëmijët e tjerë kanë ditëlindjen që dhurojnë moshatarëve të tyre, ishin këto çokolatat Kinder të vogla. Do të thënë, nuk po flas dhe nuk mburrem nga kjo lloj gjëje, por jam fanatike e mirëushqyerjes dhe jo sepse do bëj fëmijën tim të çaj për një çokoladë kur nuk e ka ide, domethënë nuk do t'ja di për atë çokoladën. Ishte ky është vendimi im personal. Por që çdo kush ka merr vendimin e vet dhe shef të arsyeshme për ta nisur. Por ama duhen parë dhe gjërat që sjellen. Unë mendoj që ende tani nuk duhet të kundërshoj ty, po ende e ke në duart e tua. Pikërisht. Dhe për atë duhet që momenti që ne ende kemi mundësi ta ndryshojmë ose sidomos në 1.000 ditë, por edhe të edukojmë ose të ja përcaktojmë rrugën e shëndetshme të ushqimit të shëndetshëm. Kjo është në duart tona dhe për atë mundohem gjithmonë flas që mundohuni mos të lëri fëmijën të eksplorojnë me ushqime të shëndetshme në pijat dhe të punojnë vetë ata, mos të merren me ushqime të përpunuara, sepse më vonë tani e flas tek prapë te fëmijët e mi, vajza e madhe thash, ndonjëherë më thot mami që tu ma prurë shpirtin me këto ushqimet e tua. Po du diçka tjetër me konsumo. Dhe në momentin që shkon diku tjetër ai i han. Por un jam shumë e vetëdijshme që ajo do të kthehet përsëri tek sepse nuk ishte baza dhe themeli është aty, sado që ne mundohemi mos t'ia tregojmë në një moment vend tjetër sheh. Absolut, dhe kjo ndoshta tani nuk është shumë cool. Nganjëherë kur shoh pjatën që e merr sa atë dozën, nuk e di si thjet ajo kutia e ushqimit që e merr me vete, nuk i duket cool. Nganjëherë nuk e hap në pushim, në pauzë kur ta konsumoj. Do të jo mora mami në meza dhe di çfarë ka konsumuar. Sepse kjo gjë është edukuar edhe tek ne. Unë më kujtohet dhe vazhdon akoma të jetë në pushimin e gjatë të shkollës, të gjithë vrapojnë për fast food. Dhe ka qenë kjo ndjenja që dikush do të shikonte pse ti ke marrë ushqim me vete dhe ke marrë ushqim të shëndetshëm me të gjitha. Dhe po ushqie shëndetshëm, por gjësh më ka pëlqyer kur kam parë në universitet, kur kam ndjekur universitetin, ishin që të gjithë studentët kishin ushqime me vete. Dhe ishte gjë më e bukur kur kishin ato tasat dhe ti vendosje çfarë të dëshiroje dhe haje ulur në çimento, ulur në shkallët e universitetit, pra kudo. Ti je lirë të konsumosh atë që për ty është e drejtë, por nuk je detyruar të shkosh drejt fast foodeve, drejt dyqaneve që janë të gatshme, një çokoladë, një patatinë, një pijë energjike. Mund ta konsumosh një herë në javë, mund të lejohet. Lejohet dhe ja lejon edhe fëmijës kur ka festa, kur ka mbledhje me miq. Por edukimi që ne japim është shumë thelbësor. Është ngel aty. Edhe kujtohet, sa e bukur ka qenë akoma kur me mamin bënim ato përzierjet, se duket si ato përzierjet kimike, por ndërkohë janë receta të bukura. Atëherë rikthehemi, pse duam ushqimet e gjyshave? Sepse dikur ishin të tilla, bëheshin me gjithë zemër, bëheshin për të gjithë bashkë. Kur e flasim për atmosferën e tavolinës që janë rregullat, ritualet dhe të jenë fikse dhe të jenë të rëndësishme me ato në tavolinë, se përmenda mos të abuzohet me ushqim të pashëndetshëm, por në një tjetër mos të kemi shumë faktorë që pengojnë ushqimin. Më kujtohet si fëmijë ishim kur nisim tek gjyshja, tek prindërit e mamit, ishim në fshat në Katon dhe gjithmonë mbaj mend atë tavolinën me tavolinë sofor, atyre kohët ushqimet kanë pasur të gjitha bio, sepse edhe bukën e kanë pasur shumë me të karbohidrate, të shumë më shtrenjtë, ndërsa asnjëherë për neve unë nga qyteti që shkoj, nëse dikush i familjes time këtu do ta di këtë story, shkojnë tek gjyshja dhe ne ishim mësuar ato bukët e buta, ato bukët e bardha të qytetit që janë sikur lastik edhe u kryu përfundoi kjo bukë.
plastike për ngritjen e sheqerit në gjak, mirë po absolut jo lëndushqyese, ndërsa tek gjysha kur shkonim ato bukën ndal nga dal dhe nuk mundem me përtyp. Dhe tërkohën mbeteshim në fund në tavolinë, unë dhe motra imi gjithmonë kemi pas këta, mbeteshim në tavolinë duke përtypur atë ushqimin. Dhe shpesh ndodh këto gjëra që sot i kujtoj shumë me ëndje, sepse ajo atmosfera në tavolinë neve na ka lidhur emocionalisht njëri me tjetrin dhe na mban gjallë dhe unë sot i dua ato momente të cek Pikërisht. Me shumë lëndë ushqyese. Ishte me atë bukën e zezë me karbohidrate të komplekse që ajo me të vërtet na mbante gjallë, loznim tër deri natë. Energjinë që harxhon një fëmijë ndaj asaj moshe është e papërshkrueshme, pra nga do ta marrë energjinë. Burimi i parë është ushqimi. Dhe këto janë gjërat që duhet me të vërtet ta bëjmë, ta kthejmë fokusin, ta bëjmë prioritet në pjatën tonë, sidomos tek fëmijët. Së pari ne të kujdesemi çfarë konsumojmë dhe më pas të jemi më të kujdesshëm në përzgjedhjen e ushqimeve që mos të blejmë shumë jashtë, mos të blejmë fast food dhe nuk na duhet edhe nuk e di thash tani fëmijët kanë ndalë se po mundom gjithmonë të futem në atë kohën kur fëmijët e mi ishin dhe nuk kanë pasur kohë të gatuaj. Është çështje e kohës, është çështje e prioritetit. Nuk them që nuk ka kohë, por ta marrësh një hamburger në market ose një ushqim të përpunuar dhe t'ja japësh fëmijës, ato ti e ke helmosur edhe gjëndrat e shijes. Dhe ato gjëndrat e shijes nuk do ta duan më brokolin, nuk do ta duan më një sallat, një karot, një bukë, ose thjesht një copë ku ta diun djath, sepse janë të bombarduara me aditiv, me substanca shtesa që e ka ai hamburgeri në përgjithësi, që për mua nuk është vështirë. Më shbën një pyetje cilin ushqim nuk e konzumon, unë thash nuk ka ushqim që nuk e konzumoj, tha edhe fast food, thash okay, për mua nuk është ushqim. Është një përmbledhje kimike që është zbukuruar në atë mënyrën më të mundshme. Dhe jo vetëm sepse ajo mishi i hamburgerit nuk është se është mish tulet dhe i përpunuar dhe pastaj mos flasim ti futemi industrisë për përpunimin dhe prodhimin të mishit. Dhe sidomos njëra atyre karameleve me gelatin. Dhe flas edhe për në këtë rast edhe për personat që janë të fesë islame që nuk konsumojnë ushqimin e derrit. Është shumë e rëndësishme që ta dinë se nga vjen dhe nga prodhohet çfarë do lloj ushqimi, sidomos kur nuk konsumojnë ushqime të ndryshme, siç është derri në këtë rast. Sepse komplet ato karamele gelatin janë të prodhuara nga kockat dhe mbeturinat e kockave të shumë kafshëve, brenda tyre dhe derri. Dhe nuk është se deklarohen në etiketa, nuk deklarohen, kanë një kod që vetëm nutricionisti mund ta dallojë. Prandaj është shumë e rëndësishme të dihet nga vjen ushqimi dhe si mbahen këto kafshë. Se jam shumë okay dhe thonë për pjesën e vegetales dhe shtazores, por duhet të dihet nga vjen prodhimi, nga është duke ardhur. Si mund ta shikosh dhe një domate super të bukur, por nuk jemi në sezon e domates dhe domate është super kuqe. Por e ke vretur edhe ti? Duket e kemi folur edhe një herë këtë në mesazh, nuk më kujtohet. Edhe ne jemi bërë shumë për zgjedhës në këtë aspektin negativ që duhet të jetë sa më e bukur. Atë mollën që është e krymbosur pak, ai molla që është e rrudhur, që është një gjysmë, atë nuk do ta konzumojmë. Nuk do ta i zgjedhim në rafet e ushqimit. Duken mollë e bukur e helmuar. Ai është marketingu pastaj, aty hyn marketingu. Kjo është që me të vërtet kemi humbur shumë që sado që të jetë për të nisur te kjo puna që tani kam një kliente time këtu shokolata Kinder ka gelatin, me siguri Jona mund ta Atëherë tek unë me studimet e fundit që jam duke bërë për pjesën e Kinderit, Kinder ka tërhequr nga tregu ushqimor shumë çokolata, por shumë ka ngelur brenda në treg. Kështu që një pjesë e tyre kanë përqindje të gelatinës, një pjesë e tyre kanë përqindje të miellit të insekteve, ku unë kam cikur dhe kam folur muajin e kaluar. Pra, duhet të shikuar me kujdes të gjitha ato tabelat. Nëse jeni kurioze, sepse ka dhe në shumë kurioze, dhe futuni në Google dhe shikoni kush janë ato tabelat që kanë përqindjet apo kodet sipas këtyre elementeve kimik që janë futur brenda. Ose siç është ai ngjyruesi i atij insektit që ne përdorim për buzëkuqet. Apo për ato mollet e kuqe dhe çdo gjë të kuqe, dhe jogurtin
që e keni me lule shtrydhe dhe ka prapë mban brenda dhe pesticidet. Është me të vërtetë, ajo është një temë mund të flasim këtu tërë ditën. Është e pafund pastaj. Pa fund, por unë te klientët e tham që mund ta përsëris këtë njëjta gjë mund të vlej edhe tek nënat këtu në faqen tonë që një produkt duhet të shikojmë, duhet me të vërtetë ta hapim edhe etiketën e nutrientëve dhe në qoftë se janë më shumë se 3-4 përbërës që ti nuk ke nuk të thuan asgjë, atëherë më mirë lere. Dyshimi. Atëherë bazoj instiktit, dyshoj. Sepse ato tani me siguri nuk besoj që çdo nën që shkon të blejë në supermarket do ta kthejnë etiketën dhe të thoshë, "Ok, kjo paska këtë dhe të futem në Google tash çfarë do thot." Por nëse janë 2-3 më shumë ingredientë që nuk ke njeh, fare të lere më mirë. Lere më mirë gjej alternativa më të shëndetshme dhe provo bëje. Dhe jo gjithmonë një markë që reklamohet më shpesh është marka që nuk përmban kimikatë. Sepse jemi të bombarduar nga informacionet. Unë përdor këtë, përdor edhe ti. Është edhe kjo tjetra, kështu që mendoj se janë disa ushqime që kompani ushqimore që janë më të kontrolluar se sa kompanitë e tjera në prodhimin e disa elementeve ushqimor specifik, sidomos që flasin për fëmijët. Ndër pyetjet që marr shpesh është të marrim ushqime për bebe apo të marrim ushqime për ne. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, është marketing i gjallë. Si shitet ajo riz për bebe është e njëjta kokë rizi që shitet edhe për ne. Por ama tek ne, tek të rritur, flas ne, është më e kontrolluar, ose ai është ushqim bebe dhe është i kontrolluar. Ai mund të jetë edhe thjesht skarso sepse do shitet dhe duhet marketingu sepse dihet që periudha e lindjes është shumë e lartë të nënave dhe ka shumë klientë që blenë. Dhe kjo është shitet më shumë nga të gjithë. Por nuk do të thotë që është më i miri. Gjithmonë vend para të tabelat. Pastaj ti futemi personave që janë alergjik, është tjetër temë vete, ku nuk deklarohet absolutisht që mund të ketë gjurmë të ushqimeve alergjike. Siç janë molusqet, peshku, soja. Në fakt duhet të deklarohen, por dhe këtu nuk bëhet dhe mbetemi kur bëhet pyetje shpesh sa i përket ushqimeve bio, është çështje marketingu, por mbi të gjitha është një çik ajo më pak e dëmshme nga kjo bomba. Dhe sepse edhe aty nuk ke garanti, nëse e ka atë zigël, atë shtempël që është bio, është i kontrolluar mirë, nuk do të thotë që kiti garanci që me të vërtetë është por është më pak i dëmshëm ose rreziku është më i vogël nga këto që nuk kanë fare. Dhe sidomos kur jemi tek ushqimet shtazore, që duhet me të vërtetë, sidomos këto të përpunuara, çfarë duhet një fëmijë një sallami i vogël ose një salcicë? I duhet. Ato janë të bombarduara. Miqë kur mendoj të salciçën se çfarë mund të ketë brenda ajo salciçë. Nuk i duhet një fëmijë. Dhe kjo mbetemi tek përzgjedhja tani që nisëm edhe në fillim, fëmijët në përgjithësi janë ata që nuk janë përzgjedhës dhe nuk i njohin shumë ushqime. Dhe nga momenti që ne në fakt dhe si beb nuk i kemi ofruar atyre fëmijëve ushqim më shpesh, jo një herë nuk e konsumoj dhe u kry kjo punë, nuk pe han. Jo, ajo në 15 formula magjike, të paktën 15 herë formula magjike. Atëherë t'ja prezantuar. Më vonë do ta duaj atë ushqim që është pa krip, pa aditiv, pa substancë, sepse thash të gjëndrat e shijes janë bombarduar me atë salcicën që është shumë e krip e tjera. Do të kemi kujdes që sidomos fëmijëve mos t'ja ofrojmë, absolut jo. Që tani të ketë mundësi ta doja të ushqimin që është i pastër dhe mundësisht më pak të përpunuar. Është e vështirë, nuk është edhe ushqimi është interesant, se nuk është diçka që mund ta thuash, pra ato mundohem të jap dieta të personalizuara sepse çdo individ, çdo trup e ka ADN-n e vet. Është në vete dhe nuk mund të funksionojë nëse ty të ka funksionuar një ushqim, një ushqimëri, nuk do të thotë që për mua është e njëjta gjë, do thotë kjo e ka dhe fëmiu kur lind me atë formulën e vet, dhe duhet të kemi kujdes që sa më shumë të japim mundësi të provoj ushqimet të natyrës, mundësisht të natyrës, dhe më pas tani ta zgjej rrugën e vet, ta bëj përzgjedhjen e vet të ketë atë bazamentin e shëndetshëm, sepse po hym me të vërtetë me një kohë shumë do të vijë dhe më tutje. Lëvizshmëria vogël,
nuk lëvizën, fëmijët nuk lëvizën nëse ti nuk i motivon, ose nëse ti nuk bën thuaj sa duash, fëmijët dil, fëmijët nuk lëvizin. Tani mos ta harrojmë edhe mediat sociale, këto tablet, handys, televizionet e tjera janë në prezent dhe do të rritën edhe më shumë prezent, do të thotë lëvizshmëria jo. Truri jonë nuk kemi atëherë dhe konzumojmë ushqim të pashëndetshëm. Tepër nga inteligjenca artificiale që sapo vjen edhe poshtohet. Dhe kjo duhet shumë, absolut. Dhe me këto janë që po vinë ende pa dashur ta bëjmë këtë histeri, por po vinë edhe kohë edhe më të vështira, në qoftë se ne nuk e kthejmë fokusin të shikojmë pjatën tonë të shëndetshme dhe të ja japim një bazament më të shëndetshëm. Edhe pjata e shëndetshme ti e fare më parë, por nuk është e njëjtë me një të rritur dhe me një fëmijë, dhe nuk është e njëjtë me një fëmijë nga 6 muaj deri në 4 vjeç dhe pas 4 vjeçve nis një pjatë tjetër. Dhe prandaj recetat që duken dhe që nxjerrin gjithmonë, jo gjithmonë janë të përshtatshme për një trup, jo gjithmonë janë të përshtatshme për një fëmijë. Çfarë ha fëmia ime, çfarë konsumon, nuk mund ta konsumoj fëmia e dikujt tjetër. Por që e rëndësishme është që nëna të informohen për kombinimin e asaj pjatës perfekte, sa unë kam marrë lodrat e djalit sot. Se ka filluar tani të luaj me gatimin, kështu që i kam të gjitha enët e kuzhinës. Pjata perfekte është ajo që kombinohet në bazë të moshës, të gjatësisë së fëmijës, të ADN-s, të peshës, të perimetrit të kokës, pra komplet funksionin e një fëmije, rreth zhvillimin që ka një fëmije, sepse nuk mund të jepet dot një pjatë e një 4 vjeçari, një fëmije 3 vjeçar, që janë aty dhe nuk mund të jepet dot. Karbohidratet zënë 50% pjatës të një fëmijë 3 vjeçar dhe një fëmijë 4 vjeçar 50% pjatës janë vetëm perimet. Kështu që kemi një balancim ndryshe. Atje ku duhen marrë karbohidratet në fillim, atje duhen përthithur të gjitha. Pastaj, siç e the ti, shkojmë në obezitet. Absolut, sepse edhe duke mos e parë tash se si në këtë moshë të vogël, në këtë moshë të re, do të kenë edhe karbohidratet e kanë të mirat, pa dashur të ikë këtë mirë, por karbohidratet e kanë fillimisht truri jonë kërkon energji dhe kjo është qëllimi i ushqimit. Dhe ne deshëm apo nuk deshëm nga karbohidratet e marrim me energjinë fillestare. E drejtë. Dhe kjo është ajo që ne tani si foshnja e ka dhe shumë shtigjirit e ka atë shijen e ëmbël, do të thotë energji dhe sheqerin e mirë brenda. E ka sheqerin e mirë brenda dhe kjo janë të gjitha këto paketat që në fakt evolucionalisht truri jon kërkon energji nga karbohidratet sepse nga ato i jepet më shpejt. Tani edhe kjo nënës është. Dhe në qoftë se ne tani si prind i servojmë fëmijët tonë ato lëpirësat, ato ëmbëlsira tjera që janë shtesë, atë në fakt është shumë e mundur që ky fëmijë nuk do t'i konzumoj ushqime tjera, por do të ketë nevojë të karbohidrateve dhe kjo që krijohet. Absolut, dhe këto duhet me të vërtet ta kemi. E kemi në dorë ne. Por është edhe kjo gjë, Ardela, se duke qenë se nëna ja ka ofruar një herë, 2 herë dhe pastaj fëmia bëhet përzgjedhës për atë ushqim, dhe nëna gjendet në vështirësi kur ja heq dhe nuk ja jep, janë ato krizat e moshës, ato të qara, dhe gjendet në momentin që më mirë t'ja jap të pushoj, se sa mos t'ja jap dhe do më vuajt fëmia. Ajo nuk është vuajtje, ajo është thjesht një moment i cili mund të kalojë, sot nuk ja jep, nesër nuk ja jep, dhe përforcohet në trurin e fëmijës që ky ushqim nuk do të jetë më aty. Ama nëse ne vazhdojmë, sot ja japim, nesër nuk ja japim, sa ashtu e kam vendosur, atë ja jap edhe sot si gjynar. Atëre bëjmë në një moment që edhe ne vetë nuk dim se çfarë të bëjmë, të tërheqim, të lëshojmë, të japim, mos ta japim. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëna vetë jetë e qetë dhe nëna vetë jetë e sigurt në atë gjë që është duke bërë. Dhe kjo është shumë mirë që e përktheti. Dhe fakti është që fëmijët tonë janë shumë inteligjent. Dhe e vren çfarë mesazhi i jep ti. Nëse këto luhatit kur i ke dhe mos e pas sigurinë që ke brenda. Akordisht ndodhen edhe tek fëmijët e mi e gjejnë momentin kur e kërkojnë diçka që nuk duhet të konsumohen. Dhe është shumë e vështirë tani të jesh ti konsekvent, thonë jo, këtë nuk do ta konsumojnë. Fëmijët edhe kur nisin dramat që i bëjnë, do të thonë e vren që ty të nuk të pëlqen ose nga ne nuk e tja të ka ra me pa njerëz me mendoj që gjithë e kanë përjetuar sikur do ndiku jashtë në publik ose në prezent. Ti vendos në pikën e dobët dhe vendos në pozitën e vështirë. Në supermarket, po kjo duhet me të vërtetë të jemi
shumë të sigurt që pavarësisht çfarë bën fëmiu, sepse neve na kap alarmin nëse fëmiu merr dhe tjetra që thashë Vritemi nga opinioni publik, sepse nuk është se vritemi nga ideja që fëmia jonë është do konsumoj diçka, po duhet marrë diçka që i bën dëm. Vritemi nga opinioni publik se çfarë do thotë tjetri kur fëmia jonë është duke ulëritur dhe duke qenë në ato momente, dhe ne jemi prindi i keq, që nuk dim të menaxhojmë një fëmijë në ato momente, por në fakt i prindi më shëmbullor dhe më i mirë që mund të ketë fëmia juaj në ato momente, sepse ai është momenti më deciziv. Dhe nëse një herë e ke vendosur dhe nuk e ke thyer atë rregullin tënd, besoj që të erën tjetër nuk do ta bëj fare fëmijë. Mirë, po ne edhe kemi frikë shumë nga gjykimet që mund të bëhen nga publiku dhe tani mendoj që edhe si në familjen përzi po çoj jepja nganjëherë shpesh marrë edhe pyetje. Unë nuk ja jap, po çohet gjyqja, dhe jam gjetur edhe unë në të njëjtën situatë me vjerrën time, por kemi diskutuar, jo përballë fëmijës, por kemi diskutuar në një moment të dytë dhe kemi thënë që atë që thuhet që jap unë si prind dhe babai dhe mamai është ligj. Kështu që të pëlqen apo nuk të pëlqen, ky është momenti. Nëse ajo jep fshehurazi dhe pastaj unë vije marrveshje, ka dhënë fshehurazi, atë është problem tjetër pastaj. E rëndësishme është që në syt tim mos të jepet, sepse unë e kuptoj shumë mirë kur është dhënë diçka, sa ai fëmijë do ta kërkoj. E do ta thotë që ma ka dhënë nëna apo gjyshi. Ma kam dhënë. Jo vetëm që do ta aktoroj, po ti do ta vrej në pjatë kur të ulet në tavolinë, që ai e drejt. Do më ushqim, sepse ai nuk ka tani uri. Dhe kjo është problematik sepse ne mundohemi ndoshta si duhet të sillen si prind kur ndërhyjnë ato të afërmit. Se shumë e mirë përmendi kjo Alma është me vërtet shumë problematike, sidomos në shoqërinë tonë, që ende mjerisht përzihen edhe gjyshët pavarësisht që i dua, gjyshët ato kanë një fund. Figura e gjyshëve më mirë se sa prindit pastaj, se këtu kemi konfliktin e prindërimit. Humbet figura e prindërimit. E po tani gjyshi asnjëherë gjyshi e ka mbaruar. Unë them kështu kur bëjmë pyetje, do gjyshi e ka mbaruar punën e vet. Dhe ta jep dhe interesant, nëse fëmijën e jep një dashuri të sinqert, një përkthjellje, një përshafim të sinqert, është sa 100 bombona. Dhe nuk ka nevojë të ja jep gjyshi një bombon fëmijët. Sepse e para po der thash jep vëmendjen, se ajo është më e rëndësishme. Tjetra tani a vjen gjyshi, më them ndonjëherë a vjen gjyshi tek dentisti që ato dhëmbët tani prishen, a vjen gjyshi tek mjeku. Është vështirë, por duhet, me vërtet duhet. Janë disa gjëra që më mirë të duhet të thënë troç. Domethënë, unë jam me idenë që duhen thënë gjërat hapur edhe përballë familjarëve, por jo në praninë të fëmijës, siç thash më parë. Gjërat shkoqiten, hapen, në tryez, ulen me personat dhe pastaj flitet, sepse nëse ti thua përballë fëmijës, mos ja jep të gjë, sepse fëmia e di që ti i ke thënë gjyshes, dhe ai do vetë kërkoj të gjyshja, sepse ty nuk të pëlqen dhe ti nuk do ja japësh asnjëherë. Dhe e di shumë mirë që avokati mbrojtës është gjyshja. Pra atje do shkoj. Atje do vetë me patjetër për të kërkuar atë gjë që ty nuk të pëlqen. Ama nëse ne nuk ja lejojmë fëmijës që ta shohë këtë lloj situate, atëherë do të pranoj idenë që ky ushqim apo ky lloj gjëje, lodra, durata, çfarë do lloj objekti, nuk do jepet nga të dyja palët. Nuk e merr nga të dyja palët, nuk e kërkon më. Nuk e kërkon më, nuk ka nevojë shumë duri. Duri kemi një fëmijë të vogël, por kemi edhe një fëmijë më të madh. Që akoma është do them që në momentin kur e japim mesazhin e duar me tonin e zërit, me vendimin ton, ajo tani vjen si mesazh dhe në fakt kemi parandaluar një bashkëmëri që mos ta flasim sa të varur janë fëmijët nga konzumi i sheqerit. Dhe këtu është një gjë që duhet bëhet kat, nuk duhet lejuar me të vërtetë, pavarësisht që mund të preket, pavarësisht që mund të bëjnë sërish Ardena dhe të flasim për sheqerin, sepse është një temë që unë do flisa me orë. Nuk do ndaloj. Tani shiko ka për gjyshe ka bërë punën. Do flisa me orë të tëra, sidomos një për edukimin e gjyshërve. Po atë tani në duhet gjyshja, tani bashkëshortët e tjerë na mbetet. Pikërisht do bësh fytyrën e bukur kur ha kastraves. Ky është edukimi, domethënë që nis që në pjesën e nisë të ushqimit të fëmijëve, edukimi pastaj i fëmijët të vjerrës. Në këtë rast bashkëshorti. Ka shumë gjëra. Unë do lexoja një pyetje, sepse jam duke mbajtur akoma komentin. Okej. Kur thuhet që produkti mund të përmbajë gjurmë të vezës, uroj që vajzat jetë këtu, dhe janë alergjik nga veza, mund ta konsumojnë? Faleminderit.
Kur thuhet në tabela, më korrigjo Ardiana nëse harroj apo gaboj diçka, kur thuhet në tabela që mund të ketë, atëherë përqindja mund të jetë e vogël, por mund të jetë dhe shumë e madhe. Dhe një person që është alergjik nga veza dhe ka atë përqindjen, pra hyn tek klasifikimi numrit 4, 5, 6, që është rrezikshmëria shumë e lartë, pra duhet i shmangi automatikisht të gjitha këto ushqime që përmbajnë edhe në sasi shumë të vogël, ky person alergjik tendencën e ka pastaj për shok të frymëmarrjes, bllokimet, edhe vijnë të gjitha problemet. Atëherë unë mendoj se do të ishte një person alergjik më mirë të shmang se sa ta konsumoj. Definitiv dhe këto janë alergjik, të themi kur nisim tek qumshit, jo më kot e kanë thënë ata që mund të ketë, sepse kjo ushqim mund të jetë kontaminuar me përbasjer, ose me të gjitha arorët, apo edhe këta që kanë probleme me celiakin. Këta të gjithë janë që nuk duhet të vi kontakt, trupi nuk duhet të vi kontakt me ato komponent, sepse ka treguar arsyemse. Dhe unë ju them edhe të gjithëve, duhet të sesi të eliminohet, nuk duhet të konsumohet, sepse jo më kot e kanë thënë ata që mund të përmbaj produkte të vezës ose të qumshit. Duhet të jetë e pasur, me vërtetë. Prandaj ata e kanë me lishe duhet të deklarojnë, po siç thash ka kompani të ndryshme, për shembull, unë e kam përmendur tek fëmijët, është kompania Plasmon. Në produktet se janë ato që nuk janë të rishur akoma nga tregu ushqimor, ka që nuk janë të deklaruar se çfarë mund të përmbaj. Apo në një familje kur dikush është alergjik dhe është intolerant, këshillohet gjithmonë që të përdoren doreza, sepse ky është kontaminimi. Ky është edhe kur ti e vendos në frigorifer, kontaminimi me anë të vezës. Një person e konsumon vezën në familje, dikush tjetër është alergjik, o hiqet dhe eliminohet, ose konsumohet, por vendosen çdo gjë në vendin e tyre që mos ketë kontaminim me njëra tjetrën. Sidomos njëherë kontaminimi nga bakteriet e mishit. Pastaj flasim, hapim parentesi që hapim klapën dhe nisim një temë tjetër. Është një pyetje tjetër, ju lutem cilat janë ato përbërës që gjenden nëpër etiketa të produkteve që duhen zbën të shmangin, si për shembull vaj palmës. Ardiana më ike. Uroj të ruhet ky live sepse ka shumë probleme me internetin. Më dëgjohem, besoj. Më duket se Ardiana më humba. Besoj se unë dëgjohem dhe jam akoma online. I lutem dhe kërkoj të më konfirmojnë nëse dëgjohem, nëse arrinim të më shihni. Shumë faleminderit. Atëherë besoj se Ardiana nuk e di nëse do mundet do të hyj, por unë e falenderoj shumë që ishte këtu me ne. Uroj që Instagrami të marruaj këtë live-in sepse është shumë interesant dhe ju them vetëm që ta shpërndani, të shpërndani çfarë do lloj personi kujtdo, shoqërisë, në zgjyshes të gjithëve. Që të hapet dhe informacione, sepse është shumë e rëndësishme që ne informacionin mos ta mbajmë vetëm për vete, por t'ia japim gjithkujt, të afërm me tan, shoqërisë, mikeshave, miqve tan. Nuk kemi folur vetëm për fëmijët, folëm për mënyrën e të ushqyerit, po do ta ruaj live-in, do mundohem që të më ruhet ky live sepse interneti është pak i dobët, nuk e di pse në këtë orar. Dhe do ta gjeni të ruajtur. Ju falenderoj që ishit këtu prezent me ne dhe falenderoj dhe Ardianën publikisht. Ardiana, faleminderit që ishe këtu. Ne do vim sërish me live të tjera për të folur mbi temën e ushqimet, ka shumë tema për të cilat dua dhe dëshiroj që t'i sjell. Ju pres në komentet e ky live se cilën temë do dëshironi ju që ta trajtonim në live të tjera. Duke u falendëruar sërish, ju uroj një ditë të mbar dhe shimin